Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto experience. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mirë mbrëma, mirë se vini në Mendoje një herë. Mirë mbrëma nga unë Ada dhe... Mirë mbrëma dhe nga unë Kejdi, si gjithmonë. Okej. Do jemi. A i ke pa lajmet kohët e fundit që bëhet? Pse më çka no? Vetëm flitet për viruse. Hantavirus, Për Ebola, virusin. Fruthi. Duket sikur jetojmë në epokën e viruseve. Po në epokën e viruseve kena jetu gjithmonë, po i beson këtë? Viruset, aty janë Ja, i beson viruset, pa, i beson- ekzistencës tyre patjetër se e kaluam një pandemi dhe madje thuhet që bëhemi gati për dytën. A i beson që po vjen natyrale, ose a i beson panikun që duhen me bë? Nuk e shef që duhen me shkaktu panik? Nuk e Tani, duket paniku mund t'jetë i egzageruar, po këtu futet edhe në çik media, se varet çfarë do të shesi. Pastaj tek ne nuk është se kemi hantavirus, me thënë drejtën, s'ka patur ndonjë rast. Po jo, me le do kena pas shumë kohë, edhe se kena ditë, ose e kena ditë, se ka 10.000 deri në 100.000 raste vjetore. Domethënë pika e parë ka pas vite që ka pas 100.000 raste në vit. Një shtet si Kina raporton 1.000 vit për vit. Po ti mendon që kështë i krijuar si virus? I krijuar, po, si pas menimit tim, nuk mund ta vërtetoj, po Po kam nëse- përshtypjen se i bëjnë kështu çik koll këtu, çik temperaturë më tepër këtu, çik. Po pse duhet ta bëjnë këtë? Se sapo thej që ka vite që ka ekzistuar si virus. Ka vite që ka ekzistuar se shpërndahet nga mit. Nuk e pa nga këto skandalet me restorantet që harrojnë me marr eksterminatorin, me heq mint edhe me heq buburrecat. Pa duhet një mi aty. Vërtet. Pa duhet një mi, Që t'haja apo- do mbetje, çka ka ngelur. Nuk mund të jetë darka e restorant brëndshme. shqiptar. Po ka pas dhe skandale tjera, domethënë me mint. Skandalet me mint kanë qenë skandale ushqimore që i gjejnë kështu mbetje mish të ushqimet për kalamaj, të baby formula kanë gjetë. Tani po e përmendim kaq shumë miun sepse ky është një virus që shpërndahet nga brecit, nga Po. mint. Nga kontakti me mbetjet e miut, kontakti ajror, pastaj shumë më rrallë me u shpërnda nga njeriu te njeriu. Kështu që më duket shumë e dyshimt që po flet gjithë bota në mënyrë centralizuar, komplet gjithë mediat e botës, Se pastaj po bëjnë? reagojnë për 8 infektime që ka pas 3 raste vdekje. Ka 100.000 në vit infektime. Po ndoshta na paralajmërojnë për atë që supozohet të ndodhi më vonë? Po në qoftë se e di kanë i bi që po e shkaktojnë pra. A thua? Si pas menimit tim, qoftë se ndodh pandemi tjetër, është parashikuar nga Klaus Schwab, është parashikuar nga pronari i kompanisë më të madhe në botë, Larry Flink, dhe sidomos nga Bill Gates. E thonë me domethënë jo kur të ndodhi ose në qoftë se ndodh pandemia tjetër. Do ndodhi pandemi tjetër, e ka thënë dhe para vitit 2030. E kush është qëllimi i kësaj? Se njerëzit në pandemi u kënaqën, Po na u izoluan, po na hedhin karantinë, kështu. bëni video në TikTok, shumë njerëz u bën famshëm, filluan ndiqnin trendet, u bën me lek, doli një profesion i ri. Çfarë problemi ka? Kam përshtypjen se kanë, domethënë ka shumë arsye pse mund të na donë me na dhënë atë. E para një herë mund të jetë duke mbuluar një lajm tjetër si ajo anijes Disney, ke parasysh për ne ke dëgjuar për atë Ç'është kjo? anijen e Disney, ishte Jo. një anije kroçere, është histori e gjatë, domethënë ishte një anije e Disney që kishte stafi, material plus 18 me fëmijë. Edhe pat 28 arrestime. Edhe pastaj të del pa pritur një lajm në të njëjtën datë, me datë 6 të këtij muaji. Të del në të njëjtën datë një lajm për një anije tjetër. Unë thjesht e shoh, mos shihni këtë anijen këtu, shihni këtë tjetrën. Pra ti Hajde shihni mendon- këtë, shihni këtë. Që çdo datë 6 Po. të muajit maj do ketë një lajm me anije, Po, që tash e tutje. Kjo është dhe do shpjegimi ketë i njerëz që parë. kanë domethënë. ditëlindje? Po. Ky është shpjegimi i parë, shpjegimi i dytë mund të jetë çdo gjë, domethënë mund të jetë me shty digital ID. Ke parasysh atë gjën me ta vutë ky që ta kesh identifikimin Po që pse nuk nga e bën, sateliti. pse nuk e bën herën e parë me Covidin? Se kështu thanë që përmes vaksinave do aktivizohet një lloj čipi brenda lëkurës së njerëzve. S'ka asnjë rast. Nga e dim që s'është aktivizuar. Po ti e ke bërë vaksinën? Ja. Nuk ka qenë për atë, Ka shumë njerëz që e kanë bërë vaksinën dhe nuk e kanë atë çipin. Po. Se ndryshe do bënin pagesa me atë. Po nuk është vetëm për pagesat. Thelbi nuk është për pagesat, Po, për çfarë është? pagesat janë mënyra se si ta shesin atë histori. Thelbi është që ty të njohin edhe kur je me maskë, edhe kur je nga sateliti ta marrë vesh çetu bën çdo orar Kush rri me ditës në maskë, çdo. okay. Ne në Shqipëri asyzet nuk mbajmë. Dikush që do më bë diçka.
Për atë po flet Anglia po e flet që në kohën e Covidit për punën e Digital IDs, ka fol Papa deri tani për Digital ID-n dhe ka fol kohët e fundit mbreti i Anglisë, po mundohen ta vënë. Tash kjo puna e hantavirusit ose çdo vaksinuar për vete. Për Digital ID-n, për këtë thelbi është që mund ta quajnë pa pritur këtë hantavirusin, këtë çështjen e re, ose Ebolën, domethënë lajmet që po dalin kohët e fundit, mund ta quajnë edhe pse nuk ka rrezik për pandemi, mund ta quajnë si duan, lajmet rrezik për pandemi, kështu që duhet jemi të detyruar të vendosim çipin te ky juj për të qenë sigurt që nuk do shpërndani hantavirus, thjesht për shëndetin tuaj. Është një shumë kurioze edhe për emërtimet e këtyre viruseve. Tani kjo hanta çfarë do të thënë? Hanta, tash supozohet të jetë nga vendi që e ka marrë origjinën, po puna është se nëse shkon në gjuhën latine, latinisht, do të thënë pushtim virus. Gjuha mjekësore është latinishtja, po gjuha mjekësore është latinishtja. Hanta, I will haunt you, nga ajo vjen, është do të pushtoj, virusi që të pushton. Derisa nëse përktheni në hebraisht, në gjuhën çifute, përkthehet mashtrim virus, tallje virus. Virusi që tallet me ne. Virusi që tallet me. Nuk mund të gjerit një emër tjetër. Po Ebola? Nuk do ta them se është fjalë piset. Ebola. Ja, e tha kjo. Do kush e piset? A di shqipti? Ebola? Nëse. Tash e kafe. Po latinisht? Latinisht nuk e di. Nuk besoj se shqiptar ai që ka emërtuar. Gjithçka vjen nga shqipja, siç kena folë te episodi me Agrondalipën. Okay. Që nga virusi i thelbi më shikë mund të jetë çdo gjë, ata shkon mendje se mund të kenë një grafik sa i friksuar është populli botërisht. Po, mendoj se po e kanë. Që shef na ka rapak frika botërore kohët e fundit. Shpërndaj në lajm për një virus, në gjë kështu, futja kot në virus. Duan të mbajnë njerëzit në frikë, po thua, në tension. Po frika është mënyra se mahet kontrolli. Ose mund të shkojmë në hapin e fundit, pastaj të themi që këto kanë literale që do thotë Bill Gates, këto që përmendën, domethënë përmendin që do ulim 10 deri në 15% popullatës, se jemi bërë shumë. Thjesht u ta thënë këtë gjë. Do ulim 3.000, do ishte mirë të kemi 3 miliard më pak njerëz. A ke frikë nga viruset ti? Frik jo, kujdes po. 5 metra distancë, fik si që jemi ne. Nuk mund të jetë çdo gjë, domethënë, por që nuk e vetmja gjë që nuk është rastësore. Nuk është rastësore, e din çfarë po bëjnë, e din çfarë do ndodhi, kur do ndodhi. Vaksinën e Pfizerit, siç ke thënë për microchipin, çka ka ngelur tjetër pa bër? Diçka interesante ishte që nuk e di a është koincidenca, thjesht duhet ta përmendin si arsye ligjore, duhet t'ja bëj, më kujto t'ja bëj pyetje të ftuarit. Është që nëse shkon te vaksina Pfizer, te efektet anësore, te faqja 33 mes 1233 efektesh anësore, do gjesh hantavirusin te vaksina e Pfizerit. Ç'lidhje ka me Pfizerin? Nuk e di. Vaksina me sa duket mund të shkaktojë si rrezik ose potencial anësor hantavirusin. Domethënë te vaksina virusit 1 gjendet virusi 2. Potencialisht. Tash ajo mund të jetë një anë ligjore, domethënë me thjesht me heq veten nga ligji. Domethënë nëse të kap kjo gjë, masi ke marr vaksinën time, unë s'maj përgjegjësi, nuk kam asgjë. Ose mund të jetë thjesht, do ta thon literale, te vaksina e virusit parë. Ka të na përndjekin viruset. Kanë fut vaksinën. Dhe qëllimi i viruseve është që krijojnë vaksinat edhe t'i shesin ato edhe të pasurohen apo jo? Të pasurohen po, domethënë po vaksinën e Covidit na thon falas, që ma gudulis truar negër. Edhe shumë nuk e bën. Po, unë personalisht nuk e bëna, po nuk ka qenë detyrueshme. Ta garantoj që në të ardhmen nuk do të pyesin ta bësh as ta bësh. Ke dëgjuar për mushkonjat artificiale të Bill Gatesit? Jo. Është një nga temat më interesante në botë. Ka qenë vitin 2022 që lëshon 30 milion mushkonja të modifikuara gjenetikisht çdo javë. Mendoj kur ka qenë era fundit që ke pa mushkonjë normale. Kjo është vërtet. Çka ka mushkonja normale? Mund të i përdor si hive mind. E kupton hive mind? Hive mind do të thonë siç funksionojnë bletët. Bletët e din gjatë gjithë kohës ku janë bletët e tjera. Do të thonë funksionojnë sikur kanë një tru, nuk kanë vetëm tru individual, kanë dhe tru në grup. Është kolonia e mizave. Po, kolonia e mushkonjave. Do të thonë të Bill Gates. Miza nga mushkonja. Miza është më e madhe? Është më e madhe, nuk të infekton, është diçka e pisët kot. Mushkonja është gjë transmetuese.
Ky qëllimet i thot ligjërisht, domethënë ky që se kuptoj si nuk ka bë akoma gjyq kundër tij, domethënë kundër Bill Gatesit. Ky thot që qëllimet i kam të mira, sigurisht me heq malarjen, me kështu. Po puna është se nuk ka marr leje kudo që i ka hedh. Ka pas skandal në Amerikë, në jug, në Texas, mos gaboj, në daljet e Meksikës. Ka pas ligje ato në ajër. Mund të jesh ku duash. Po, nuk, jo, supozohet marrësh leje aty ku po i hedh, se i ka dhënë leje Pakistani, mos gaboj. Edhe pastaj i hodhi, po India nuk i dha leje, nuk është bë kurr ajo bisedë, nuk i ka dhënë Australia. Kaq të fuqishme janë sa që mund të udhtojnë në distanca shumë të larta? I ka hedh në Australi, edhe pse nuk i dha askush leje për të hedh në Australi. Nuk ka gjyq kundër Bill Gatesit. Shkon atje dhe i hedh atje, po thua. Okej. Kështu që mund të jenë edhe këtu, domethënë, kështu që imagjino kur ka qenë era fundit që keni pa i mushkoj normale. Të thjesht ju garantoj që nuk do ketë më pyetje, a do më e bë vaksinën, thjesht do të vijë. Mushkonja që të bën vaksinën, qa thua? Po ta dish të kjo është geniale. Geniale, po, vaksinën në këtë pikë ku jemi mutanta, nuk jemi njerëz. Domethënë te vaksina e fëmijëve ka 80 elemente ose më tepër, nëse kanë bënë update të fundit, domethënë. Nuk e di se si mund të quhemi njerëz akoma. Njeriu nuk quhet njeri mos i përdor steroide. Sepse është e pa drejt për atë personin konkurrent që nuk ka përdorur steroide, dhe thjesht ke marr testosterone replacement. Personale. Kemi fut do gjë që bëjmë në jetë. Ç'a të bezdis më shumë të kjo gjë, që ke shumë nervoze. Po jam me nerva sepse është e qartë për mua, po që e di që do të rremben prap nga fillimi, edhe qëllimi është me i tremb. Qëllimi është me i tremb, një gjë që nuk e shpëtojmë dot. I shpëtojmë individualisht, por nuk mund të shpëtoj gjithë popullin. Virusit më? Si do i shpëtosh? Duke qenë i fort? Po. Duke ngrënë shëndetshëm. Nuk e di. Ka ushqimet që folëm episodin e kaluar. Po, duke ngrënë ushqime plus nuk para të kapin smundjet kur të ka kënu nana në djep, kur ka qenë i vogël. Nuk të kapin smundjet, ke imunitet. Je i fort. Je i fort. Ti rasti që i fort. Po. Kam qenë në 2000, ku diun, kam ja 10 vitet e fundit pa usmor, me ta thënë troç. Kam ja 10 vite e fundit pa usmor. Po. Edhe nëse zburem në një gjë kështu thjesht e një ditë kalon. Bravo të qof për zotin, se 2 vitet e fundit un kam ngel vetëm smur, edhe duket sikur është një lloj gripi që vetëm riaktivizohet i nuk shërohesh kurrë. Pra qetësohen simptomat dhe pastaj dalin prap. Dhe është e njëjta gjë. Është ajo kolla shumë e bezdisshme, është temperaturë, ka një marrje mendsh të lehtë, pak të vjella. Po ilaçe për simptomat merr? Ka raste që po, ka raste që jo. Po gjithsesi e flasim më tej me të ftuarin, një shkëputje e shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak në Mendoj një herë. Falenderojmë Eurocall Service, kompaninë lider të gjeneratorëve në Shqipëri. Të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energji kudo që jeni. Prej 35 vitesh, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit që na mbështesni. Faleminderit Electromagic për produktet më të mira dhe brandet premium që sjell për ne, të gjitha elektroshtëpiaket më të mira si KitchenAid, Teka, Hagen dhe Miele i gjeni vetëm aty. Fal Electromagic, përjetoni eksperiencën. Falenderojmë gjithashtu si Mac Albania, ku keni akses në makineri industriale të avancuar për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investon në performancë. Si Mac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Faleminderit Klinika Europiane e Syrit me në krye Dr. Kastriot Boricin, okulistin më të mirë në shqiptari. Shkoni për të bërë vizitat dhe për të trajtuar çdo problematik me shikimin tuaj. Lehtësisht e gjeni në komunën e Parisit, klinikën tuaj të preferuar të syve, Klinika Europiane e Syrit. Falenderojmë gjithashtu Smart Home Albania, që mbështet programin ton Mendoj një herë. Smart Home Albania, jeto mos zgjuar. Rikthehemi në studio në Mendoj një herë, nuk jemi vetëm, jemi bashkë me të ftuarin ton, ndryshe njihet si mjeku i të gjithëve, dhe nëse fjala nuk ka vend për panik do ishte njeri, do ishte pikërisht doktor Ilir Ali Mehmeti. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi në studio. Nuk duam të ndalemi konkretisht në virusin më të përfolur të momentit, po për dyshimet që kanë njerëzit lidhur me viruset. Është krijuar një ide sikur që pas pandemisë ne nuk do të jemi më kurrë 100% mirë edhe të shëndetshëm. Si mendoni? Nga pikpamja virale, që patjetër pandemia ka qenë element i rëndësishëm, ka shqetësuar njerëzit, prishi ritmin e jetës. U mendum mandi mend atëherë që u tha do ketë një rend të ri mbas pandemia, si gjë ndodhi, ku pandemia, rendi i ri nuk e pa njëri. Ne thjesht dezinfektoheshim. Në ky aspekt. Po, në momentet e panikut shumë gjëra kalojnë në përmendje. Viruset kanë ekzistuar sa ka pas jetë. Dhe sa të ketë jetë planeti, do ketë dhe virus. Do jenë me ne.
do jenë me ne, do jenë me çdo qenie, do jenë me macet, do jenë me qenë, do jenë me elefantët, do jenë me bakteret, se edhe bakteret kanë viruse brenda baktereve që smurin bakteret vet. Pra virusi është një diçka që nuk do zhduket kurrë sot kemi. Tashti, brenda konceptit të viruseve që vinë ke njerëzit, që shkaktojnë problematika tek njerëzit, ka viruse të njohura prej shumë kohe, që neve i dim, i njohim, i kemi analizuar etj. Dhe ka dhe viruse që ne i quajmë emergjente ose riemergjente, pra që po shfaqen të reja, ose kanë qenë, janë zhdukur nga kjo anë e botës, si për shembull fruthi, dhe po rishfaqet. Pra, ishte një problematikë që ne qunim të mbyllur, dhe ndërkohë po rishfaqet për shembull për arsyet e veta që është ulja e nivelit të vaksinimit në rasti frutit. Viruse emergjente janë viruset e reja, për shembull ishte SARS-CoV-2. Virusi që shkakton të format e rënda që ne i quajmë Covid, dhe tash i quajmë gjitha Covid ne. Covid, edhe gripin e thjeshtë e quajmë Covid tani. Në fakt Covidi është forma e rëndë e rasteve që infektohen nga SARS-CoV-2. Vetë virusi është SARS-CoV-2. Shumica dormuese e njerëzve e kalojnë në mënyrë asimptomatike ose lehtë fare, njëjtë si gripi. Pa ndjer pa. Edhe gripi mund shkaktojë forma të rënda, mund shkaktojë terapi intensive, mund shkaktojë humbje jete dhe shkakton jo pak. Edhe ky shkakton numër të madh. Po duke qenë se ne kemi pas për shumë kohësh, për shembull gripin, jemi mësuar me këtë dhe e dim dhe themi okay, grip, jemi na zhbrar veshin me gripin. Jemi mësuar, po ka një perceptim si që simptomat janë bërë më të rënda dhe më të vështira dhe ti sot mund të smuresh më të rënda, më të vështira. 10 herë brenda vitit. Nuk janë bërë, po patjetër. Ky është temperaturë e lartë. Po ky nuk është problem. Kolle çuditshme, mushkëri të ngarkuara. Ne problem, eksakt. Ne problem qymë ndërlikimet pulmonare, ne problem qymë ndërlikimet që kërkojnë shtrime spitalore, që kërkojnë terapi intensive ose që larg qoftë mund të kenë humbje jete. Tash çfarë ndodh në vite me popullatën total, përfshi dhe Shqipërinë? Ka një rritje të madhe moshe. Pra, jetëgjatësia është rritur. Në kontinentin evropian, kontinentin amerikan. Është plagur popullsia. Është rritur, sepse pastaj çështja plag, s'është diskutim vete kjo nga pikpamja edhe biologjike dhe nga pikpamja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dhe ne dimë që me gripin kemi dy anët e moshës ekstreme, pra dhe moshat shumë të vogla dhe moshat shumë të mëdha, që mund të shfaqin problematika të shtuara. Pra këtë voglat 0-5 vjeçë. Pastaj çfarë ndodh? Imuniteti i njeriu kur lind është 0. Pra nuk ka njohje, ka një imunitet të trashëguar nga nëna, por nuk ka njohje me viruset. Rrugës fillon mëson, një nga një. Fëmijët e vegjël fillojnë smuen dhe sa më të vegjël smuen, e din ata që kanë fëmijë, sa më të vegjël smuen, më lehtë i kalojnë përgjithsisht. Dhe nëse këto smundje i marrin më vonë gjatë jetës, 10, 12, 15 vjeç, sidomos për fëmijët që nuk kanë shkuar në çertë kopsht. Momenti që dalin në komunitet, fillojnë i marrin gjitha me radhë dhe i marrin gjitha shpejt. Po. I kalojnë çik më vonë. Dhe këtu tash i kalojnë çik më fort. Dhe këtu tash sistemi imunitar i njeriu mëson. E kaloi këtë virus, tash i mëson. Dhe herës tjetër që e shef për herë të dytë, është i gatshëm ta luftojë më herët. Po flasim për njerëz me sistem imunitar normal, efektiv. Kështu gjatë moshës rritur, pra fillon adoleshenca, rinia, mosha aktive me radhë, tash ky sistem imunitar është i ngritur me gjithë ato viruse që ka atakuar gjatë jetës. Nga virus, imuniteti ka ulje ngritje. Për shembull, për gripin bie çdo 2-3 vjet, 4 vjet dhe rismuhesh dikur tjetër çik më fort, se çdo vit e kalon. Por, nëse më herët ne smureshim me grip, thonim është thjesht një ftoje dhe e kalonim me çaj, jo, s'është. Dhe me metoda popullore. Nuk është e vërtet. Tani nga eksperjenca personale dhe çfarë diskutojmë me njëri tjetrin. Ne kemi pasur shumë humbje jete, po thjesht ishin jashtë reflektorëve. Nuk i shifnin, nuk vinin në spital, pse larg spitali. Pse ka më pak raste tani që vinë në urgjencë për shkak të gripit? Ka më shumë raste që trajtohen në spital, dhe fatmirësisht është kështu, se do të thotë që ne kemi mundësi t'i trajtojmë. Aso po nuk ishte shumë, ishin larg spitalet. Po nëse më herët trajtoheshin më thjesht kishin metoda transporti. Në metoda popullore, tani njerëzit gjithmonë më shumë po marrin antibiotik sepse simptomat e përkeqësuar. Ky është gabim. Jo, antibiotik jo. Shive, ky është problem madhor i komunikimit dhe të shkencës dhe të mjekësisë dhe të këshillave. Patjetër fazat virale janë të tilla që siç e thatë juve trajtohen me të ngrohtë, me çaj, me rri brenda, kujdesu për veten, mos u sforco e me radhë. Unë i them normat e gjyshit, pra rregullat e gjyshit. Gjyshet kanë ditë historikisht si të trajtojnë këto virusa. Në rastet që komplikohen, që do të thotë mbi vendoset një infeksion bakterial, në rastin e pneumonive për shembull, atëherë hyn lojë antibiotiku. Por për virozat, antibiotiku s'bën asgjë, s'është për bakteret. Pra ti po përdor një fishek që nuk shërben kundër këtij lloji armiku. Dhe si vjedhoj, çfarë bën antibiotiku nga krahu vet? Ul sistemin imunitar. Se i tillë është.
Dhe në fakt është sistemi imunitar ai që kemi neve mbrojtje ndaj viruseve, në mënyrë natyrale të mbrojtjes. Dhe duke ulur neve, duke marrë antibiotik herë dhe kemi një shprehje në Shqipëri që i themi ti dalim përpara. Ti paraprim, po. Ti dalim përpara, mos na ndodhi ndonjë gjë. Kjo është njëjtë sikur Që është e ti e gabuar. din që do, po absolutisht po. Kjo është njëjtë sikur ushtria armike do të vi nesër, ti e din. Dhe ti gjun sot. Pa me batar të dalësh. Kur vjen ushtria armike, fishekët i ke harxuar ti. Pra, Ke si mbrohesh. ka protokolle mjekësore me sa shkenca deri sot 2026 ose do avancoj, do di më shumë dikur më vonë. Por antibiotikët janë ilaçe kundër smundjeve bakteriale, jo kundër smundjeve virale. Kundër smundjeve virale janë smundje që quhen ilaçe që quhen antivirale. Jo antibiotik Ai ose qartë. Nuk antibiotik. krijojnë të njëjtën Por jo për të gjitha varësi. viruset, jo për të gjitha viruset ka ilaçe antivirale. Prandaj neve flasim për ato që ka. Edhe për gripin ekzistojnë disa medikamente antivirale që kanë një farë efekti, nuk përshkruhen për të gjithë, pra është mjeku që duhet caktoj për kë po e për kë jo. Nuk janë specifiket, që do të thotë për një virus caktuar, po flas për gripin, pse se gripi është një familje virusesh. Nuk është një virus i vetëm. Ka shumë viruse të Ne ndryshme. i bjem shkurt i themi grip. Po patjetër, pse se simptomat i ka shumë ngjashme. Influencë. Temperaturë, dhimbje trupi, dhimbje kockash 2-3 ditë, ne kemi edhe një mënyrë të thoni në mjeksi që themi për sa kalon gripi, kalon për 7 ditë pa mjekim ose për një javë me mjekim. Pra, të bëj trupit vetëm, do bëj si ne çfarë bëjmë me rastin e gripit. Mbështesim njeriu, japim kurs simptomatike, që do thotë mundohem t'i ulim temperaturën, mundohem t'i ulim dhimbjen, mundohem që ai të qetësohet, të ringrot, të flej gjumë, e ushqejmë gjyshet tona përpara se ose mund të dikush shkonin vendin diçka për zis, do gatuim një A supë, një smureshin diçka. gjyshet? Patjetër që smureshin, Smureshin? gjithë smureshin. E kalonin E pari më deri lehtë ato. fundit. Po aso kohë gjyshet ishin 50 vjeç. Se do Ishin më të reja, do kujtojmë edhe disa elemente neve. Po, e qartë. Pra, pse brezat ishin 25 vjet njëri me tjetrin. Kështu që gjyshe ishte 50 vjeç. Sot ne i quajmë të re fare. Do të themi gjyshe një 50 vjeçare në sot duket si çudi. Pra gjyshe duhet të jetë 70-75 Duken më në mirë, kohën tonë. po smuren më shpesh. Biologjia do bëhet vetën. Trupi do bëhet vetën dhe patjetër i prirur ndaj smundjeve, siç e tham neve, sa më shumë shkon mosha, aq më shumë i prirur ndaj smundjeve. Kështu që aso kohë ai ishte moshë aktive, pra 50 vjeç sot janë punë. Aso kohë dilshin pension. Në Shqipëri neve 50 vjeç arsimtarët i nxjerrin pension. Mbaron të I jeta, aty quajmë mbyllen. pensionistë. E Po. kuptoni juve? Pra, por ama nga pikpamja biologjike, sa do të nga pikpamja sociologjike që nga pikpamja biologjike Ishte është e re, fuqishme, është e po, fuqishme, i bën ball virozave dhe hallëve. Mirë po, shpesh herë këto i harrojmë dhe ka përcim, jo të gjithë, po sfera caktuara dhe besojmë pastaj ka hyrë interneti, ka hyrë metoda informacioni i gjerë, ka pas një autoritet më të madh personeli mjekësor përpara, pra qoftë mjeku, qoftë infermieri, sipas zonës, se çfarë kishin. Pra kur t'jep një këshill, merre më i mirë qenë, kurse tashti jo, prit se çfarë internet nuk ma ka thënë siç duhet, kërkoj edhe një mendim dytë. Gjitha këto halle, neve në fakt ja fusim vetes më shumë. Këto halle i siklitosin veten tonë, ndërkohë që përpara prindit tanë, gjyshit tanë nuk mjeku ka thënë kështu, ne do bëjmë E këtë. respektonin mjekun më shumë. Kishte një autoritet më të madh. Sot Po nuk mendon mirë, se ka goxha diferencë. duke na ul në fakt dhe tani kanë të drejtë të jenë skeptik, sepse unë jam skeptik, po ja ve edhe fajin internetit, sepse i mat ka qenë gjithashtu skeptik, po nuk ka ku mund të gjej informacion, nëse nuk ekziston interneti rrotull. Po. Tani mund na lejon të bëjmë pyetje të tjera, si për shembull, nuk mendon se edhe këto antiviralet krijojnë varësi ose krijojnë ndryshime ADN ose probleme që transmetohen në breza të fëmijë. Njësoj siç krijon antibiotiku rezistencë ose siç është një nga problemet më të mëdha sot rezistenca ndaj insulinës. Po bëhemi robot, po bëhemi artificial, po bëhemi gjithmonë më të paaft me i përballu vetë këto. Dikur i fusnin një lug mjalt, një lug vaj ulliri për ta forcuar trupin vetë që të merret, nëse merr një ilaç dhe e lufton me ilaç, atëherë bëhem unë më i dobët. tani Dhe bëhet fëmia më i dobët. Ne është e drejta e njeriu që të besojë çfarë doj apo të jetë skeptik ku doj. Kjo fatmirësisht nuk është fusha e mjekësisë. Po është edhe kjo anë e Ne medaljes. bazohemi në evidencë. Nuk bazohemi në besime. Pra, është tjetër fushë që merret me besimin. Mund të flasin teologët, mund të flasin psikologët në këtë drejtim, po jo mjekët. Ne kemi për detyrë të marrim informacionin mjekësor, ta përpunojmë, ta kuptojmë se ku është i vërteti dhe ta kthejmë bazuar në evidenca në një sjellje, një protokoll mjekimi apo këshilla, se ka njerëz që duan të marrin mjekime dhe ne i themi jo, mos e merr, siç tham tani. Mos merr antibiotik. Edhe ky është roli i mjekut. Po patjetër kjo është detyrë e mjekut. Antibiotiku nuk jepet pa përshkrim mjeku.
Pra duhet mjeku ta japi me recetë që ta japi farmacistë. Tash këtu në Shqipëri neve më përpara shkojmë ke farmacistë dhe bëjmë analiza, pastaj shkojmë ke mjeku dhe i themi çka kam unë se kam bërë këtë analizë. Ma bëj surum, Ndërkohë që është e rregullt, është e kundërta. Pra shkon ke mjeku, bën vizitën, ai t'jep disa ekzaminime nëse shef të arsyeshme që duhet i bësh dhe mbas atyre përgjigjeve mund t'japi një diagnozë në mjek. Po ka një rënje të besimit në sistemin e shëndetësisë. Prandaj ndodhin këto fenomene në Shqipëri. Besimi patjetër që është në rënje, si kanë si në shumë shtete të tjera. Problemi tek ne është që nuk ekziston të protokollet. Pra do të thotë provo të shkosh diku në një shtet tjetër të Evropës dhe të provo të shkosh në një laborator apo një farmaci dhe të thotë duhet t'i blejmë këto ilaçet ose duhet të bëjmë këta. Nuk ti bëjnë ata. Nuk mund të marrësh. Nuk ti bëjnë. Sado që ti mund të duash ta bësh. Pa recetë. Këtu ke ne nuk është problemi, se këtu nuk ekziston koncepti i kontrollit. Tjetrin. Jo, s'është një si familje. Duam të shpëtojmë. Po ju jap një shembull. Shumë pacient bëjnë ekzaminime përpara, bëjnë analiza, kemi laboratore private gjithandej, ato do bëjnë punën e tyre, duan një përfitim, por nëse ti bën analiza pa pas një arsyetim, nuk din as ti analizosh. Pra në një botë normale, unë të kërkoj analizat, përgjigjet e analizave më vijnë mua mjekut, unë i shoh dhe unë t'i shpjegoj. Jo i shkojnë pacientit përpara, çfarë shef ai shkreti, shef ai ca me bolt këtu, ca zeza. Prit një herë, një sekond. I hyp një herë një ankth atit që ndoli mu këtu me bold, me të madhe, kjo më doli keq, kjo më doli mirë etj etj, ndërkohë që nga krau jon ne dim që është një nivel krejtësisht është i papër llogaritshëm si problem. Pra ka nuk po i hy tash në detaje, analiza të caktuar që mund të jetë një 0,1 më lart se sa norma dhe del me bold, çoj nxjerr kompjuter, është më lart të nxjerr direkt me zezë. Ndërkohë që ne e dim që të jetë problem duhet 10 apo 20 fish në krahasim atë normë, jo 0,1, por duhet të jetë shumë më shumë. Shqiptarët ndihen mjek po thua. Jo, nuk ndihen mjek. Ndihen doktor të problemi. Ne kemi kot mjekët. Mjekët i kemi se kanë disa rregulla të caktuara që zbatojnë. Dhe në këtë moment, nëse ne nuk i zbatojmë rregullat, nuk mund të kërkojmë pastaj që pse këto rregulla nuk funksionojnë. Mjek patjetër më shikojmë. Nuk po ikin në Gjermani? Kemi më pak mjek. Më duket sikur s'kemi shumë mjek. Kemi më pak mjek se sa ç'nevojiten dhe i kemi gati të gjithë për qëndruar në Tiranë. Prandaj po pyesim ChatGPT për smundjet. Në disa qytete të mëdha. Inteligjenca artificiale do hyj, po më lejove, po desha të përfundoj këtë bisedë këtu një herë, sepse kjo është e rëndësishme. Shpesh herë se kjo është një nga frikat më të mëdha që na ndryshon gjenetikën. Diçka na ndryshon gjenetikën. Në fakt çdo gjë ta ndryshon gjenetikën. Pra ato që ne quajmë epigenetik, do të thotë që vetëm ndryshime shumë vogla, për shembull, ne kemi një studim të madh që është The Dutch Hunger. The Dutch Hunger ato kanë pasur ri vetëm pak muaj, rrethoi Gjermania Hollandën, i la pa ngrënë pak ditë, pak muaj dhe tash imagjinon sa kemi neve pa ngrënë me kollona me radhë, tash ato për pak muaj patën ndryshime epigenetike që që shkojnë të trashëgohen tek brezat më pas. Dhe ne studiojmë sot brezat e atyre që kanë qenë në luftën e dytë botërore te kjo zona dhe i shohim që do ndryshime ekzistojnë. Pra ambienti bën ndryshime gjenetike të çfarë do lloj natyre. Ky është sjellje sociologjike. Dakor, ishte një luftë. Po e njëjta gjë është me kimikatet. Dhe ne kimikate disa kemi nëse në ushqimet e përpunuara, ne s'dim se çfarë ka aty brenda. Në ajrin që ne thithë, ne s'dim se çfarë ka. Por përgjigjet e thjeshta, gjërat e thjeshta ne kuptojmë më kollaj. Për shembull, antibiotiku lëndë kimike fusin në trup. Patjetër ka efekte negative, absolutisht ka. I ke të shkruajt me ke letra, nuk do të çaf njëri. Prandaj bëhet kalkulimi ndërmjet benefitit dhe riskut. Se ka dhe një risk, bëj efekt anësore apo të bëj probleme, por ka dhe një benefit. Pra pse e marrim ne këtë? Sepse duam të shpëtojmë jetën për shkak. Për efektin pozitiv që ka. Dhe marrim një risk që nuk është siguri, është një risk, risku është probabilitet. Dhe ne bëjmë kalkulimin. Tash ti nëse e merr kot, antiviralin, antibiotikun e me radhë, ke marr vetëm rrezikët dhe s'ke marr asnjë përfitim, kjo nuk bën sens. Nga njëri krah, nga krahu tjetër, mjekësia nuk është ke obligimi, nuk është ke detyrimi, është ke informimi, në fund fare bën ti zgjedhje për veten tënde. Pra unë mendoj, pra nuk marr përgjegjësi po thua? Përveç vaksinës Covid, nuk e ka bën mjekësia, atë e bën shtetet, e bën qeveritë. E bëri Bill Gates. E bën qeveritë. Më flasim për ato. Ndryshe e pranoni që mund ketë ndryshime genetike duke konsumuar këto antiviral? Çdo lloj ndërhyrje të çfarë do lloj natyre, edhe ngrënia ke fast foodit të bën ndryshime. Mos kujtoni që ju nuk i keni këto. Thjesht nuk i keni menduar, po i keni. I kam dhe unë. Nuk është se unë jam një super njeri dhe jetoj diku tjetër. Unë këtë ushqimin që shitet këtu, edhe unë këtë. Po nuk janë efekte të menjëhershme, duan kohë që të shfaqen në çfarë. Thjesht i ket paditura. I ket paditura të panjohur. Do ju jap një shembull. Keni vënë re për shembull që brezat ton janë duke u rritur, janë duke u zgjatur. Brez pas brezi jemi më të gjatë.
Pra, fëmijët tanë janë më të gjatë se prindët, ne jemi më të gjatë se prindit tanë me radhë. Nga se vjen kjo? Ndryshon genetika, genetika është. Hormone rritje. Po ka ushqime më të mira, po ka dhe më pak smundje gjatë fëmijërisë. Se ti je më shumë i smur gjatë fëmijërisë, nuk të lejon ty të rritesh shumë. Pra ka dhe ndryshime sociologjike që ne mendojmë që vjen nga një tek lëvizje. Jo, janë shumë dimensione të ndryshme. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri? Dhe jo, në gjithë botën. Dhe është e lidhur direkt me prodhimin e brendshëm bruto. Pra sa më i lartë prodhimi i brendshëm bruto në një vend në rritje, aq më shumë rritet gjatësia e brezit të rinj në atë vend. Ka rëndësi të gjitha. Po për ta thjeshtuar, patjetër çdo lëndë kimik e çfarë do lloj natyre ka efektet e veta, qoftë benefite. Mirë, ato janë të kontrolluara, se përmendet pak më herët ushqime. Jo, gjitha janë të kontrolluara. Nuk dim çfarë kanë ushqime, nuk dim çfarë kanë ajër, ka autoritetet që përgjigjen për cilësinë e produkteve. Pra siç flisni ju në emër të mjekësisë. Ka institucione, patjetër. Por nuk po themi që ka kontrolle, se po të kishte pas kontrolle, ne shumë ka këto gjëra s'do i kishim. Po duhet të ketë kontrolle. Po nuk duhet. Në kundër nuk do trajtoheshin si produkte. Jam dakord me ju që duhet të ketë. Pyetja është a ka dhe a janë të mjaftueshme. Pra nëse neve domate na e bllokon Kroacia dhe neve këtu brenda Shqipërisë nuk e kemi pas ndonjë problem. Ne kemi domaten ton. Po pra domaten ton e bllokoi Kroacia atje për pesticide etj etj. Ata e bllokuan dhe morën vesh ne. Dakor, se neve na vi nga ata. Neve këtu brenda nuk e bëjmë këtë gjë, apo jo. Para 2 javësh mos gabojmë. Është gjeopolitike. Jo, patëm Akademinë e Sigurisë që pati një helmi masiv, apo jo. Dhe gjithë diskutimi ishte që jo, po se ky gatimi nuk ishte ke kjo menca dhe ishte gatuar diku tjetër. Po çfarë duhet mua? Ti e ke gjithë territorin detyrim. Nuk do të futem ke detaj. Do t'ju them që institucionet ekzistojnë, por punën e tyre nuk e bëjnë. Dhe po ta bëjnë siç duhet. Çfarë ndodh? Në mjekësi, shumë gjëra ne i zbulojmë më vonë në kohë. Çfarë do të thotë? Fusim një lëndë të re sot neve. Jemi brenda një eksperimenti. Jo, fusim një lëndë. Pasi bëhen testime njerëz. Jo, ja japun një shembull. Këto vape që pijen. Këto duhani i ri, ky formati elektronike, po. Me shi lule shtrydhe. Etj etj. Po ti shihni juve këto s'kan shumë bane, s'kan bllokime. Nuk për tu shite, për tu bërë reklame me radhë. Pse nuk e kanë këtë? Sepse ajo është tani një molekulë e re. Dhe kur të shkosh ti para një gjykate dhe thosh që kjo do bëj dëm njerëzve dhe neve duhet ta bllokojmë, ai thot ku i ke provat. Nuk e dim akoma. Dakor? Për të parë neve efektet, për të parë ne efektet 20 vjeçare. Shikojmë vitet si reagon të trupi i njeriu. Ne dim që sigurt do ketë efekte negative. Po nëse është kështu, pse ekziston edhe cigaria? Jo, edhe cigaria, njëjta gjë. Ndjes që ta përfundoj. Pra neve duhet të mbledhim prova. Pra çfarë shkakton kjo për 5 vjet, për 10 vjet, për 20 vjet, po ndërkohë duhet të kenë kaluar këto 20 vjet apo jo? Patjetër. Dhe t'ja paraqesim trupave që marrin vendime dhe trupat që marrin vendime na japin neve fillojnë na japin drejt që bllokojmë disa gjëra. Tash edhe me duhanin nuk lejohet bëhet reklam, nuk lejohet të ushitet miturve, janë ca rregulla. Absolutisht, po. Janë dhe fotot dhe imazhet e pasqyruara te paketat e cigareve. Po, ama ne nuk është se detyrojmë tjetër mos pi duhan. Ne i themi duhanit bën keq, dhe nëse pin duhet ta lësh, dhe të pish sa më pak, dhe ta heqësh etj, po mjeku nuk e ka për detyrë, nuk është polic. Nuk e ka për detyrë të thotë do e ndërpresësh tash dhe pas ndërpreve un bëj këto dhe këto. Ne kemi detyrën vetëm tek informimi. Patjetër ndaj autoritetit kemi detyrën advokimit, që këto nuk duhet ta lejosh, këto duhet ta ulësh, duhet ta heqësh me radhë se shkakton këto. Por jo detyrën e bindjes, ne nuk ushtrojmë bindje tek njerëzit. Ne i ofrojmë një informacion, i ofrojmë me besim që kjo është kështu. Pastaj është vendimi i tyre. Është personale si zgjedhje. Sepse shteti jot, vendimet e tua që në librat e shenjtë i kalon ty në dorë. Ti merr vendimet për trupin tat. Kësaj shkolle mendimi i caktoj unë. Un kam për detyrë të të informoj që kjo është negative. Pra këtë pjenë e sheqerosur mos e pi se të bën dëm. Pi ujë. Ama po të futesh në market, ke vetëm pije të sheqerosura. Ti don ta pish, dakor, po un kam për detyrë të t'informoj. Tash ti, a i kemi neve mjetet e barabarta ke kjo luftë marketingu versus mjekësisë? Jo. Ne nuk jemi absolutisht të mbështetur të investuar që ta shpërhapim këtë informacion. Tu futemi në temën e emisionit tonë të konspiracionit, që gjërat janë të qëllimta, pra ka një qëllim dhe një agjendë madhore në gjithë këtë. Unë mund t'ju them për shembull, kur u bën fillon studimet e para, efortet e para për të parë se çfarë i bën dëm zemrës. Po jem duke fol vitet 40-50, fillon u zbuluan shumë shpejt që problemi madhor ishte sheqeri. Dakor, doli sheqeri, nuk diheshin atëherë, nuk di as që duhani bën të dëm. Studimi i parë është i fillimit viteve 50. Deri atëherë nuk dihej që duhani bën të dëm. Nuk ishte demonstruar. 94% e mjekëve në Angli pinin duhan.
burra pinin duhan. Pse? Nuk e dini që Mjekët pinë duhan. Sot, Edhe sot. shko shivi mjekët që pinë duhan në Angli sa janë. Jo, nuk janë 94%, apo. Po në Shqipëri? Shumë më pak. duhan mjekët? Shqipëria është afro, ke mjekët është afro 35%, varësisht specialitetit, në popullat përgjithshme 43%. Po alkool pinë mjekët? Më pak se sa popullata përgjithshme. Gjatë orarit punës apo pas orarit? Ka dhe gjatë orarit punës, po më pak se sa popullata përgjithshme. Pse? Ne kemi një informacion më shumë, di më shumë. Gjithsesi, ti mund veprosh edhe kundër dienistate për trupin tënd. Pra ti thonë unë e di që ky duhani bën keq, unë Po në këtë moment e dua po. Mendoni ju që ka njëri në Republikën e Shqipërisë që nuk e din që duhani bën keq? Të gjithë e din. Po ka qenë vendimi i tyre që ta pinë për veten e tyre. Atëherë çfarë detyrohemi të bëjmë neve? Mos e pi vetëm vende publike që ti bësh dëm dhe atit që në fakt nuk do ta pi. Tani meqense po Pra ajo flasim duhan pirja pasive. për gjërat e dëmshme dhe fuqinë e marketingut. Por edhe kjo e ndron gjenetikën edhe duhanin. Me sa duket çdo gjë që ne konsumojmë çdo gjë ndryshon gjenetikën. Trupi jon është në komunikim. Trupi jon është në komunikim me ambientin. Trupi jon e di fëmia që në bark të nënës e din se në çfarë ambienti do të lind. Për shembull, nënat që nuk ushqehen me shumë proteina, mesazhi që i shkon fëmis është që ti do lindësh në një ambient ku ka më pak ushqim. Pra, nuk po them që ja thu me fjalë ti, po i jep nga ana kimike. Kemi parë që nënat që kanë një dietë hipoproteinike gjatë shtatzanisë kanë fëmijë më të vegjël dhe që rriten më pak gjatë jetës së tyre adulte, në krahasim me nënat që nuk e kanë këtë problem. Po nënat që abuzojnë me duhanin, me alkoolin? Keni vënë re për shembull ne i qym bërë një fëmijë të madh, she 4 kg sipër. Ne i qym si gjë të mirë këtu në Shqipëri për shembull. Bekim. Po marr kundërt, tani po marr kundërt, po marr peshën e lartë. Ne këtë e qym në mjekësi qym makrozomi, ne këtë e qym problem dhe ky është problem kryesisht i nënës. Dhe shkojmë kërkojmë nënën mos ka nëna diabet. Mund të jetë diabet shtatzanie, diabet gestacional që i qym neve, po ka një çrregullim sheqeri ajo. Po ndryshe fëmia nuk do kishte qenë kaq i madh. Pra se natyra ka një normë minimale dhe maksimale ku ne shkojmë. Dhe disa gjëra që populli shqiptar i quajnë të mira, neve direkt na shko syni ke problemi. Disa gjëra tjera që populli mund të shkojë mendja tek ky është problem, është krejtësisht normale. Tashti që të shkosh kësaj pune duhet të kesh bërë një 6 vjet mjekësi, një 4 vjet paktën një specializim, studime, njohuri, në një doktoraturë, një 5 ose 10 vjet eksperiencë pune me radhë. Neve duam t'i dalim gjitha këto me një kërkim Google dhe ChatGPT dhe kjo është e vështirë kjo për bebet që lindin me këmishë për shembull. Për shumë po që e shton që jo po është me fat me radhë. Çfarë është në vërtetë? Ndodh shumë, ajo është placenta që nuk është rupturu, që ndodh shumë rrallë, që të mos çahet, të mos derdhen ujërat që i quajmë në gjuhë popullore. E me radhë, kjo ndodh shumë rrallë. Dhe atëherë është quajtur një lloj shenje, duke qenë se është gjë e rrallë që të ndodhet. Tashti, më qenë se më kapet këtu. Tashi problem që ne është e kundërta. Që neve po bëjmë shumë tepër lindje cezariane në operacion. Pse? Dakor. Pse? Sepse është më lehtë. Është më lehtë? Është më lehtë, absolutisht. Është zgjedhje e tyre personale, mos lindje në mënyrë natyrale? Po, dëshirojnë. Për disa arsye, lindje cezariane janë përshkrim mjekësor, është operacion. Nuk është lindje natyrale. Prandaj quhet natyrale ajo tjetër. Ky quhet operacion. Lindja cezariane është operacion. Bëhet dhe shqyqyr që kemi si teknikë, që kemi zbuluar, sepse për disa situatash, komplikacionesh etj etj, duhet dhe do ndërhysh. Po, në këtë raste. Po janë shumicë ndërmuese të raste. Dhe neve jemi duke bërë rutinë këtë. Dhe po të pyesni juve vajzat e reja ose nënat e reja, shumica dormuese të paktën janë informuar për këtë. E bëjnë elektive, e quajmë neve, pra e zgjedhin që ta bëjnë në këtë lloj mënyre. Se kanë një kontroll më shumë, se kanë dhimbje më pak, patjetër, janë të vërteta. Po nga krau tjetër, si çdo ndërhyrje që tham, ka dhe hallet e veta. Pra, operacioni është fund fare ditës. Po në fund të operacionit aplikohet në Shqipëri e njëjtë gjë si në Amerikë që të merret placenta dhe nuk ke drejtë ta kërkosh dhe pastaj shitet se kushton shumë lekë. Këto janë çuditëra që ndodhin në disa vende të botës. Fatmirësisht jo shumë ke ne. Tek ne mund ndodhi që mund të kërkojnë të pyesin nëse dëshiron apo jo të ruash kordonin umbilikal për qelizat staminale, ka i kosto, duke gjithmonë duke menduar që shkenca mund të evoluojë me radhë. Ky është realitet, po jo. Në Amerikë ka ai sistem shtetësor atje, varësi edhe nga shteti në shtet se ka ndryshime dhe nga paketa sigurimit, nuk është sistem shtetësor evropian, shumë ndryshe. Unë nuk pajtohem dot me atë lloj sistemi shtetësor. Po dush edhe ta mbash fëmin në trup, pas lindjes. Do ta japin fëmin edhe për këtë duhet paguash për të marrë fëmin tat. Tashti unë
kjo është një nga gjërat më natyrale të jetës mendoj unë. Vendi çuditëre. Mos gabojun ka një kosto rreth $40. Shon që infermieria të t'japi fëmin, ta mbash në trup, ndërkohë që gjëja më natyrale e botës. 20 minuta 20.000 lekë, 1 orë. Në Brazil kushton $1.000 me marr ambulancën deri në spital. Shkon më lirë kesh marr taksi. Apo trasësh ambulancë. Pra sistemet shëndetësore amerikane janë fallsuar shumë drejt pjesës monetare dhe sistemit, po themi, të sigurimeve. Europa vjetër, pra kontinenti vjetër shkon drejt parimit që shëndeti është një drejt. Drejt sistemit i ngjashëm amerikë, se ka disa sisteme e quajnë komoditet, si ta them unë, mall. Shëndeti është një mall që t'ia blen. Dakor? Europa e quajnë një të drejtë. Kjo është diferenca e madhe. Ne si e quajnë? Është ne jemi Europë. Si jemi Azinë. Në letra e quajmë të drejtë. Ne po tentojmë. Ne sipas letrave. Ja ta mendojmë kaq. A e mendojmë neve krejtësisht normale që fëmin ta mbashtin në krah? Po patjetër, ti do ta bash. Po se mbajtë ti do ta mbaj Filipinezja që ke marrë. Jo, ti ta mash pa pagesë. Pastaj është çështje tjetër stili jete që ti mund të jesh e zënë, ke hallet tuaja, ngarkesë, punë tjetër. Po edhe kur e lind, ke hallet tua për fëmijën. Nuk është vendimi nënës dhe një herë. Bëj shaka, po e qartë, kuptova këtë pjesë. Është çështje si mund ta bësh me pagesë këtë gjë. Pra kjo, neve nuk na shkon në mend. Jetojmë në kapitalizëm, patjetër. Si ka shkuar duan njerëz që duan të përfitojnë edhe aty. Pra, ne qymë natyral dhe është natyral ta qush drejt. Unë kjo linjë mendimi qëndroj. Shëndeti është një drejt, nuk është një shërbim, nuk është një mall. Sa po i dhe një ide shumë të keqe qeverisë shqiptare, shpresoj mos ta vënë zbatim. Thjesht i bindur që mendime po tjetër për ata kanë shumë më larg. Është njësoj nëse nuk i kanë dikuj shtet tjetër i shpikin. Siç është për mua e paperceptueshme se si mund të ekzistojë surrogacia ku ti fëmijën tënd pretendon të ta rrisi dikush tjetër në barkun e saj sepse ti ke punë për të bërë. Po, shumë saktë. Kjo, shive, këto kanë lind në vitin 1996 pati një konvent në Kairo të Kombeve të Bashkuara që ishte mbi të drejtat seksuale dhe riprodhuese. Patjetër, shëndeti seksual dhe riprodhues është i rëndësishëm për t'u parë nga mbrapa, por në fakt e vërteta ishte dhe baza e këtij leitmotivi, këtij lloja organizimi ishte numri i popullat kushtohet shumë. Dhe ne kemi një nevojë diku disi ta frenojmë, apo jo. Tani juve po të shihni donë se tash jemi një brez mbrapa neve. Jemi 30 vjet mbrapa. Duhet pyesni ata 96-ën. Si e mendoni ju? Këto arkitektët e mëdhenj, këto mjeshtra. Po të shihni juve, a është frenuar kjo në Europë, në Amerikë? Vendet e zhvilluara është frenu lindshmëria? Po, është frenuar. Shohim që ka një rënje të ndjeshme, nëse familjet kanë qenë të mëdha. 1/3 e Gen Z nuk ka lind fare. Familja tipike në Itali, familja tipike në Itali sot është me 3. Non baba dhe një fëmijë. Kjo quhet familje tipike me ligj. Po ndodhet e ne. Dakor? Tek ne ende s'është 3, po i është afru. Lindshmëria është ulur dhe për më tepër çfarë ka ndodhur? Mosha e lindjes po rritet. Shumë më madh. Pra, distanca ndërmjet brezave është shtuar, nuk është më, po themi mesatarisht 25 vjet, po ka shkuar mesatarisht 30-35 vjet. Që do të thotë, në këtë aspekt ato kanë pas sukses. Kujdes, ku e kanë pas suksesin? Në vendet e zhvilluara, që është numri minimal i lindjeve. Se Europa dhe Amerika ka shumë pak fëmijë në krahasim me Azinë, Afrikën dhe Amerikën Jugore. Në këto vende të tjera nuk kanë pas ndonjë sukses të madh në këtë aspekt. Pra, sa doni juve neve mund të diskutojmë, mund të hyj në detaje për këtë. Çështja është kjo. Nëse neve bëjmë politika të këtij tipit, do t'ja kuptojmë daljet, rezultatet me shumë distancë. Mos prisni juve që të ndodhi që do shoh brenda ditës, nuk e pam as brenda ditës as atëherë. Por është e drejtë që të jetë disa forma mbrojtjes së shtetit seksual dhe riprodhues, po me kusht që nuk i bin qaf familjes. Edhe pjesa e surrogacisë që ka pasur nga këtu desha ta nisem. Ne kemi një lloj surrogacie që quhet bamirëse. Çfarë quhet bamirëse? Quhet që zëm një nën nuk bën dot fëmijë për arsye të ndryshme. Totalisht dakord me këtë. Natyrale, ëh? Smut dhe motra vet për shembull, pra dikush i familjes vet ofrohet dhe je brenda shtëpisë, është në kushte po ndihmon njeriu tënd familjes dhe po e bën këtë dhe kjo është e njohur dhe është e pranuar në legjislacion. Ajo lloj surrogacie që u fut ligj këtu në Shqipëri, 2 ditë më parë në Bashkimin Evropian, Parlamentin e Bashkimit Evropian, u quajt formë kriminaliteti. Dhe quhet kriminalitet nëse ka përfitime monetare nga këto sepse situata surrogative. Këto nëna surrogate. Dhe këto nëna surrogate më parë, tregu i madh dikuj është afro $8 bilion tregu vjetor. Nuk është i vogël.
A dini ku ishin këto më parë? Se si kishim dëgjuar në shumë këto situata? Ishin në Ukrainë. Pra në Europë ishte Ukraina që shërbente. Ndjejnë për këtë term që i përdornin disa prej grave të tyre, i përdornin si stall për të bërë fëmijë për të tjerë. Me luftën e Ukrainës, tash nevojitej diçka tjetër, diku tjetër. Dhe 2 ditë pasi Parlamenti Evropian e vendosi që ky është krim, ne shkum dhe e miratum në Shqipëri. Tash më thoni mua nëse kjo është rruga drejt Europës. Po ndoshta për sa kohë gjithë problemi është nuk është as moral, unë nuk mendoj dot që neve mund të shfrytëzojmë, unë nuk mendoj dot që ne mund të shfrytëzojmë dot nënat tona, motrat tona, kushirat tona, vajzat tona, sepse janë disa të huj që për arsye të veta zbojnë dot fëmijë dhe tashti i kemi neve në kurriz. Vendet e reja pune nuk hapen, industri prodhuese nuk ke. Dgjoj, ne kemi alternative. Kjo nuk është. Kanë thënë edhe për bankën e spermës që mund të hapet. Ne kemi aftësi shumë të mëdha, ne kemi ditë si më hec përpara, ja kemi dalë në kohë shumë të errta si popull. Jeni të bindur, nuk e kemi në këtë problem. Ktu do jetë kategoria më e varfër, më ekstremisht e varfër e Shqipërisë që bie ke kjo gracë. Nuk është stresa mesme. E larta jo. Stres të mesme? Janë muhabete shumë të thella këtu pastaj. I futemi detit në këmbë. Çdo det, sado i cekët, sado i thellë, ka një sipërfaqe, ka një fund dhe ka një stres mesme. Varësisht se sa janë distancat njëra nga tjetra. Ne nuk jemi shumë ke ekstremet, ne kemi si çdo shtet tjetër në zhvillim, se kështu quhemi neve, kemi një mobilitet social të lartë quhet gjuhë sociologjike kjo. Europa nuk e ka mobilitetin social të lartë, pak a shumë ka ajo stres që lind, pak a shumë ka ajo stres des, dhe aty do janë fëmijët e tuaj, nuk nuk hypin lart, as nuk zbresin shumë poshtë. Tek neve në mëngjes je askushi, në darkë je bëri më i madh i vendit, pastaj mund të jesh më i madh i vendit në mëngjes, pastaj të vinë ato autoritetet, se s'po ja përmendin ora se si za gjunit sa tjerë. Unë e di që bashkë mund të flasim për gjithçka edhe në aspektin social dhe politik edhe mjekësor, po kuptojmë që nuk ndahet shëndeti nga sociologjia. Patjetër. Po për të rikthyer temës së viruseve. Meqense diskutuam edhe për dashakejsinë e këtyre njerëzve që duan të pasurohen brenda natës, a krijohen viruset në laboratore? Ka tentativa unë nuk mund të flas me detaje për këtë sepse këto janë në laboratoret sigurisë 4 e më lartë. Pra njerëzit që merren me këtë lloj pune janë njerëz dhe ambiente dhe situata që mos prisni juve që janë këtu në Tiranë apo ku diun, gjatë Zotaj. Janë laboratoret veçantë që merren, shumë prej këtyre viruseve me të cilët punohet dhe ka qenë në fakt edhe një nga pistat e kërkimit për sa i përket SARS-CoV-2-shit është hulumtu kjo si pistë. Shumë viruse përdoren për shembull për të parë nëse mund të përdoren dot si vaksina ndaj për smundje të tjera, pra si vektori që ne. Nëse ju mbani mend AstraZeneca përdorte adenovirus, për të futur dhe të njohur trupin tënd me një virus të rrezikshëm, pra të jap një virus shumë të lehtë, gripi, thjesht, po të lehtë që ky është i dobësuar edhe Sputnik varianti rus, po të njëjtin format kishte, pra e dobëson virusin që nuk shkakton smundje të rëndë. Janë forma vaksinash ta. Kemi shumë vaksina të tilla, nuk është një çudi, është forma tradicionale asaj që i besojnë dhe konspiracionistët, i besojnë kësaj forme. Pra e dobëson virusin komplet. Nuk është i aftë ky të shkaktojë smundje të rënda ose të të vrasë, po ndërkohë trupi jote e njeh. Dhe nëse ti merr infeksionin dikur, trupi jote lufton dhe e largon. Nuk e ka problem. Këto janë forma të njohura. E përballueshme. Dhe në rastin e SARS-CoV-2-shit, një nga pistat që ka qenë diskutuar dhe ka qenë dhe profesor Montpellier që ka diskutuar këtë, është që ndoshta ku ka një sekuencë të caktuar gjenomike, thonë ai që i ngjan një sekuencë që i ngjan virusit të HIV-it. Dhe dikush ngriti një hipotezë, ndoshta është një laborator që po punon, po mundohet të gjejë vaksinën kundër HIV-it, se shumë vende të botës po mundohen të gjejnë vaksinën kundër HIV-it. Është një problem madhor që ende s'ka vaksinë. Po të skandal të Pfizer që kishte element një shembull, po me viruse punohet gjithmonë. Tani kujdes, ekzistojnë në laboratore dhe viruse që ne i kemi të çrronjosura nga njerëzimi. Për shembull ajo listë njeriu. Ju jeni të rinj dhe nuk e keni këtë shenjën që kam ke krah unë, vaksinës së listë njeriu, jo listë së dhënëve. Dia njeriu ka pas vëra shumë, ka pas shkaktuar shumë vdekje dhe fatmirësisht është çrronjos nga njerëzimi. Pra nuk ekziston më. Nuk është më në njerëzim. Po kjo s'do të thotë që është laborator. Është në laborator. Po tjetër mos e ruajmë. Dhe mund ta rihedhin. Ka banka, po prandaj ka siguri të nivelit të lartë dhe prandaj ne kemi interes të dimë, jo ne të tre. Pra bota që merret me punë, institucionet që merret me punë, duan të dinë nëse pati një çarje të sigurisë të një laboratori të caktuar
nivelit 4 për shembull rastin e Covidit, Duan apo ta jo? kenë, nuk e gjejnë dot ende. Nuk do Po jo, ma se thonë mua, zakonisht po ja mendoj që po ja punojnë. hedhin faj një lakurishin atë Ndjes që në jo, kin, një miu në një anije, Ka ndërkohë që janë situata, aty në laborator jo, të ka viruset. situata patjetër që shumica dormos ashtu janë bi nga natyra, se ne kemi depërtuar shumë natyrë. Kur të kemi shkuar në ca vende mund t'ju jap shembuj shumë për këtë, por flas pse është e rëndësishme për ne të dimë origjinën e vërtetë. Është e rëndësishme jo për thjesht për bisedë, por është e rëndësishme që dimë që nëse kjo varej nga një protokoll që kishte një mangësi në sigurinë e një laboratori të caktuar, kjo pikë këtu duhet rregullu. Pse? Nesër mund dalë një tjetër lloj gjëje. Dakor? Pra ne kështu mësojmë përmes gabimeve. Pra, pësimi ta kthehet në mësim. Për pjesën e natyrës, po, neve jemi duke depërtuar natyrë dhe ka një smundje quhet legionell për shemb, të jap si rast, ky është bakter tash, nuk është virus. Në një resort, në një zonë natyrore, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkojnë ndërtojnë një resort luksoz atje, bëjnë disa kulla, bëjnë disa hotele etj dhe konferenca e parë ishte ajo që u quajt American Legion. Shumë dekada përpara kjo. Këto merrnin për kullerat e vet, përdornin ujërat sipërfaqësor të një liçeni aty pranë, Për të freskuar. ujëra natyror, që duan i din ata që merren me teknikën me këtë punë, dhe ato ishin të ndotura nga urina e disa brecëve që jetonin atë mal, se tash ka kafsh aty tek ai mali, ke shku ti ke ai mali, se nuk kanë ardhur Ka ata në njerëz qytet. që mund ta pinin aty. Dhe ky jo, nuk do ishte problem në pirje, po ishte problem në aerosol. Pra kjo shkon në ajër dhe ti merr frym, dhe duke marrë frym as shumë me rrugë respiratore, se ka rëndësi edhe si është kontakti. Pra kontakti me lëkurën s'do jepte asnjë problem. Problemi do ishte ky, aerosoli ishte problem. Dhe shumë vetë u smund nga kjo smundje pa njohur, që ishte pa njohur deri atëherë, dhe mori emrin Legionella, sepse vdiqën shumë njerëz të asaj që ishte The American Legion, që bëri atë konferencë aty, dhe derisa u zbulu. Si vendosen këto emrat e Dhe tash ky bakter na ndodhet gjithandej. Ishte njerëz të rëndësishëm. Jo, profil i lartë. Jo, nuk ishte një profil shumë i lartë, Se- por ishte thjesht një resort i hapur në një zonë natyrale diku ku njeriu normalisht nuk shkonte përveç se për hiking, për ndonjë piknik, ku diun situata të tilla. Pra, kur ne depërtojmë zonat ku nuk ka shkel njeriu përpara, atje ka specie të ndryshme. Kafshësh, rrjedhimisht ka dhe viruset të ndryshme, baktere të llojeve të ndryshme. Pse mendon ti që viruset krijohen në laborator dhe është e qëllim kjo gjë? Kush përfiton dhe çfarë përfiton? Ishte pjesë e dosjes Epstein, gjë e parë, domethënë se më ka dalë goja mbrapa, nuk do e përmend më. Kushdo që e kërkon, e dini ku mund të gjeni. Unë thjesht shoh njerëz që merren me këto, njerëz jo doktor, njerëz bilionera si Bill Gates ose Klaus Schwab, që flasin për depopullimin, kemi shumë lop, kemi shumë njerëz në këtë botë. Duhet i bëjmë alergjik ndaj mishit, duhet të ulim popullatën 10 deri në 15%, duhet ulim popullatën me 3 miliard banor deri në 2030. Dhe këto janë të njëjtit njerëz që ishin dosjen Epstein dhe janë të njëjtit njerëz që kontrollojnë procesin e vaksinimit sot. Dhe ishte, mos gaboj, Bill Gates personalisht ishte shareholder të kompania në Texas që ka aplikuar që në 2021 për hantavirusin dhe kishin marrë në 2023 ose 4, mos gaboj. Unë desha më kthyt ajo që mjekësia është, që po thonit më parë, që është zgjedhje dhe jo detyrim. Diçka që është detyrim është vaksina e fëmijëve, që ka qenë fillimisht me 2 ose 3 ose 4 elemente dhe tash është diku te 80 elemente. Ka element nga derri, ka element nga Je duke fol për një shekull përpara, okay, tash. Okay. Dhe sidomos pastaj aty ku mendoj unë se lindi dhe dyshimi i popullit gjërë, nuk e di a ke vurë edhe ti, është te detyrimi i vaksinës së Covidit. Po, ky ishte problem. Deri diku e kuptojmë, domethënë gjithë populli, edhe nëse nuk jeni konspiratistë, e kuptoni që është diçka serioze, mund të rrezikohet një popullat shumë e madhe, duhet na japi shteti me detyrim. Po fillon të them pastaj që në Amerikë bie fjala, thonin merr vaksinën e Covidit dhe përfito falas një chicken burger me dopjo patate. Tash këtu të gudulis pak truri, si ka mundësi të jetë vërtet kjo gjë. Këto i njëjti sektor nuk na jep ilaçe për kancerin, falas. Pse na dhan vaksinën falas? Mundon na dhan falas dhe me zor. Është shumë pa besueshme. Ti ke kap disa çështje, unë do mundohem të kap gjitha me radhë. Po e nis nga kjo e fundit, meqense është më e afërta në kohë që kemi pas. Problemi i madh i vaksinës Covid ka qenë pikërisht detyrimi. Nuk ka qenë vetë vaksina, ka qenë detyrimi. Pse ta them këtë? Nëse unë të bëj atë diskutimi që bëra pak më parë, që këto janë benefitet, i llogarisun dhe ti njoftoj pacientët, dhe këto janë humbjet që mund të kesh. Dhe unë po të kisha pas pacient ty, ti je djalë i ri, potencialisht i shëndetshëm, halle nuk ke, them drejtën, unë mendoj që ti do e kalosh shumë lehtë Covid, dhe po ta marr do e kalosh lehtë dhe nuk do ta sugjeroja.
një burr I vjetër me shumë smundje do ja sugjeroja. Një fëmijë kurrë në kurrës. Po. Problemi ishte detyrimi. Sepse në këto kushte, kush do e kishte marrë vetë vaksinë, një si vaksinë e gripit, kush e ka marrë vetë, ka bërë bezgjedhjet vetë, se ka dhe shumë njerëz që duan ta marrin. Ka dhe njerëz që duan, ka dhe njerëz që duan ta marrin. Dhe ky problemi I narrativës gabuar, detyrimit, do kishte qenë I zgjidhur tashmë, pse? Sepse në shëndet publik besimi duhet gjatë. Nuk duhet hiku ajo, mbaroj, u mbyll ajo. 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet sa ishte, u mbyll. Po jeta vazhdon. Kemi halle të tjera, kemi probleme të tjera, kemi komunikime të tjera të shtetit publik. Dhe shteti publik dhe publiku funksionon me 2 kahe. Besimi duhet jetë me 2 kahe. Unë duhet besoj ty, po dhe ti mu. Dhe nëse humba besimi për një çështje të caktuar, atëherë do ta humb për gjitha çështjet. Se kështu generalizon truni I njeriu. Dhe nëse un kam humbje jete tek të vjetrit, se këto pamlet, vjetrit dhe të smurë të rënd, me smundje të tjera bashkëqyruse, dhe kurse ke fëmijët fatmirësisht shqyrërisht e një smundje që nuk kap të rënd, se ka smundje të tjera që kapin në rënd fëmijët dhe ajo do ishte të marr. Unë s'kam arsye pse ta jap dhe në Shqipëri çin detyrum. Mani mund çin detyrum në Shqipëri? Studentët e universiteteve dhe punonjësit e supermarketeve. Ato Jo, administratorët. ata nuk janë me detyrë. Po. Punonjësit e universiteteve zakonisht I bën me dëshirë. Mësuesat. Të gjithë gjërat. nuk e kishim me detyrë, e kishim në universitet. Ku kishim probleme më të vogël, se ishin të rinj, dje me vajza të rinj, nuk po them Ishte që edhe çështja zero. e sensibilizimit dhe gazetarët, media, patjetër nuk- që ofruan për nuk- vaksinën. Jo, ajo është tjetër gjë. Stafet Të mjekësore. ofrohesh vetë, do të dush Mësuesit, dëshirosh po. vetë, është gjë tjetër. Qartë. Është vendimi jot. Detyrimi duhet bëj një sens, duhet ketë një sens diku, duhet ketë një arsyetim. Dhe arsyetimi për shembull për smundjet infektive është bllokimi I transmetueshmërisë, që do të thotë e drejta jote prevalon mbi drejtën time. Pra unë mund të vendos gjithçka për veten time, si duanpirja pasive. Unë nuk mund pi dot ama në ambient brendshëm afër te kur ti nuk pin. Po. Pra Dakor? e njëjta gjë edhe me vaksinën. E njëjta gjë këtu. Mirë, po kjo nuk ishte e vërtetë. Me këto lloj smundjesh, to nuk bllokojnë dot transmetueshmërinë. Ne këtë e zbuluam shumë shpejt me rastin e Izraelit, se Izraeli u vaksinoi shpejt. Shqipëria s'kishte as 20 vaksina atëherë kur Izraeli vaksinoi gjithë popullin e vet. Dhe ne pam që transmetueshmëria nuk po bllokoi, po binin rastet e rënda, po binin hospitalizime. Por transmetueshmëria jo, që do të thotë është në favor të këtij të diskutimit, narrativës standarde që ne themi, okay, vaksinë dakord, po jo detyrim. Dakord vaksina po izolimi, ç'ishte nevoja e tij gjatë pandemisë? Që vërtetu që pati efekt të kundërt, pati efekt të kundërt. Shëndrimet e mia besoj keni të qartë në vite, ne masat që mori Shqipëria dhe shumë shtete tjera që aq suksesshme sa që u smund gjithë, më shumë se një herë madje. Me trauma. Nuk ishte sens se as vaksinonin njerëz që e kishin kaluar smundjen përpara, se kanë fituar imunitetin natyror përmes kalimit. Un kam qenë një prej atyre, jam smur në mënyrë natyrore, dhe thash nuk kam asnjë arsyetim që un, një njerëz që e ka kaluar tashmë smundjen, që nuk kam asnjë hall tjetër shëndetësor, që jam relativisht aktive me radhë. Po. Bëj vaksinë. Unë e bëj dhe e kam bërë për treguar që s'ka gjë për të pasur ndonjë frikë të madhe nga kjo dhe mora edhe një risk përsipër, po e mora. Për karshi një informim më të Cila madh. vaksinë keni bërë? Të Pfizerit. Pfizerin? Po. 2 doza. Pas ke rrezikuar goxha? Po, shumë kam rrezikuar. Rrezikon shumë më tepër kur hyp makinë, rrezikon kur del në rrugë, bjen në vazo, në tjegull, në gjë. Po të të mbrojë të paktën. Rrezikon më shumë. Ne bëjmë, shive. Neve I nënshtrojmë rrezikje në mënyrë të vazhdueshme. Çështja kush është? Numrat sa janë. Sepse do të qëndrosh pa risk, do një botë pa risk, është një botë pa jetë. Ne duam thjesht të mos na gënjejnë, të mos na e fusin. Shqiptarët të duan. Harroje. Dhe uroj që t'japin përgjigje përmes këtij programi. Përgjithur fajtore. Do t'jap prap nga ana sociologjike. Kemi një element që quhet hostilitet cinik. E kemi në Ballkani e ka, edhe shqiptarët janë brenda. Kemi hostilitet cinik të lartë, edhe kur bëjmë një dhuratë, thjesht bëjmë një dhuratë, pse ma bëri këtë dhuratë? Pse ma dha këtë filxhanin? Ja si e tha, për shembull, dha I burger, pse ja dha atë burger? E kemi në këtë. Kemi gjithmonë pse. Po të shkosh në Suedi, do t'i japësh një filxhan dhuratë, ai thot faleminderit, mirupafshim. E merr ai hikën. Ikën. Step filxhan. As nuk e rri e vret mendjen fare pse ma dha, pse s'ma dha, ai e merr dhe hikën. Pra, popujt ndryshojnë njëri nga tjetri. Kujdes se duhet të kthehem këtu. Kjo narrative gabume me vaksinën e Covidit që përdorin institucionet, patjetër ishin panikë etj, mund t'i pranojmë këto elementet, megjithatë neve s'na bin normat bazë njohjes mikrobiologjisë, virologjisë, ne njohim disa gjëra. Bëri që tashti njerëzve t'i shtohet dhe më shumë dyshimi për çdo gjë tjetër. Përfshirë vaksinat normale të fëmijërisë. Tash pse këto janë? Që shumë prej tyre janë distancuar prej tyre. Dhe shumë janë distancuar prej tyre. Doni të shihni ju një botë pa vaksinë. Merrni një avion,
futni xhiron nazi juglindore ose në Afrikë. Shtrenjtë bileta. Dhe shifni një botë pa mirë, Ç'bëhet atje? Hapen në YouTube. Dhe shifni një botë pa vaksina, se çfarë do të thotë. Në botë ekziston një cikël që quhet panik neglizhim me sëmundjet infektive. Pra në momentin që s'ka sëmundje, jemi të qetë neve, për shembull frutën, e kishim harruar në frutë. S'dinim më ç'ishte frutë, e kishim harruar. Por rikthyer ne kemi pasur një kopsht në karantinë këtë mes Tiranës këtë dimër. Ktu e kemi pasur. Vazhdon? Dakor. Jo, karantinës vazhdon, më mbaroi koha etj. Fruti po do jetë gjithmonë më i rëndë. Vetë gjithmonë ka stin fruti. Stina është dimërore. Vetëm në dimër. Kryesisht është në dimër, është virusi me transmetueshmëri më të lartë që njohim neve në historinë e njerëzimit. Ky është. Dhe shkakton probleme të tilla që neve sot e kësaj dite gjyshet tona kur heqin një hall të madh thotë që kalova frutin. Dakor? Shumë. Mirë po, aso kohë njife shkaktonte panik, u zhduk përmes vaksinës, u zhduk nga bota e zhvilluar, u zhduk nga Shqipëria, kishim zhdukur neve. Dhe këtë moment ne jemi neglizhim, dhe themi pse ta bëjmë neve këtë, mos ta bëjmë më mirë, etj, ta shtyjmë, mos ta bëjmë, pse ta bëjmë, duhet bërë, s'duhet bërë, ishin 5, ishin 3, ishin 7. Në një moment caktuar do ketë epidemi. Dhe do vi paniku. Dhe kur vi paniku, ama na e zgjidh. Kjo është sëmundjet infektive, panik neglizhim, kemi në mënyrë të vazhdueshme panik neglizhim. Tash çanot, me frutin nuk e kanë hallin njerëzit se asgjë është me dyshim, kanë hallin se mos shkakton autizëm, po. Dhe duke qenë se autizmi është një sëmundje serioze, një sëmundje në rritje, është e nevojshme që neve të flasim për këtë. Dhe ne dim shumë mirë që vaksina frutit s'ka si lidhje me autizëm, kemi bërë studime pafund nga ky drejtim. Njerëzit nuk besojnë. Mirë, problemi i besimit është çështje tjetër, nuk hyj ke besimi. Unë hyj ke dhënat, ke evidencë. Studimet i financon Bill Gates. Jo, punë s'ke nevojë për asnjë studim. Ja do logjikojmë neve tash. Ju vazhdoni me teoritë konspirative. Unë shpresoj që kur mos keni probleme mjekësore, por ditën që do keni probleme mjekësore do thotë orçi bëra kokës time. Kemi gjithsesi. Jo, po ka për sa gjëra që edhe ne mos kemi çfarë bëjmë. Ke shoqëri. Kemi edhe ne. Do na ndihmon. Jo, po kemi edhe ne. Pra, pse parandalimi është më mirë se kurimi? Ky është parandalimi. Pra, nëse ti heq dorë nga parandalimi, e marr përsipër vetëm kurimin. Dakor. Okej, do e bëjmë dhe atë punë, po. Nuk është e njëjta gjë. Rikthehemi te kujdes. Nuk ka nevojë për asnjë lloj studimi, pavarësisht që neve kemi njerëz me integritet sa duash për të thënë që kjo bën dhe kjo s'bën, kemi edhe në Shqipëri. Mendoni pak. Vaksinimi i frutit është në rënje apo është në hypje? Njerëzit po vaksinojnë në rënje. Në rënje. Autizmi është në rënje apo është në hypje? Në rritje, më sa kemi lexuar. Atëherë s'ka ky shkaku. Se nëse vaksinimi që ka në rënje, dhe autizmi është në rritje, qartë. Atëherë duhet binte edhe ky. Nëse ky është shkaku, duhet binte. Ne e dim se kush janë problemet e autizmit. Ne e njohim këtë sëmundje. Shumica dormuese e rasteve lidhen me moshën e rritur të prindërve, vazhdojmë ka ajo agjenda që folim përpara, e të dy prindërve, jo vetëm një prindi, për shembull sindroma Down është nëna më shumë, ku janë të dy prindit, sa më lart mosha e prindërve, dhe e dyta ndotja. Ndotja ambientale. Ajri, ushqimi. Ne dim që nëse rritet një fëmijë në një nivel 10 mikrogram për metër kub PM2.5, kemi në studime, shtohet me 61% risku për autizëm. Dhe shtohet me 34% nëse është në barkë nënës, pra është nëna në 10 mikrogram për metër kub. A e dini ju sa është në Tiranë? Ndotja është nga 33 deri 92 mikrogram për metër kub. Dhe ne tash ja vëmë, ne kemi qef tash t'ia vëmë një diçkaje tjetër. A kemi ne numrat më të lartë të fëmijëve që lindin me autizëm këtu për shkak të ndotjes së lartë? Po ushqimin e kemi idenë se sa është ndotja. Dakor, po meqense lidhet me ndotjen. Po. Si janë shifrat? Tek fëmijët që lindin me autizëm, po. Në rritje. Atëherë që Shqipëria kanë rritje. Tash ti pyetja e dytë është, kemi më shumë autizëm qytet apo në fshat? Qytet. Pse është në qytet? Sepse ka më shumë ndotje. Moshë më e lartë prindërish se sa në fshat, ndotje më e lartë është qytet se sa në fshat. Vaksina ku kujton që është më e lartë në fshat apo në qytet? Vaksina është më e lartë në fshat. Se pranon akoma autoritetin e mjekut. Qyteti jo. Pra po të shihni juve, ne kemi, po pse s'dëshiron të flasë politika për këtë gjë? To janë dy elemente të rëndësishme, ndryshimet sociologjike, pse i kap gjithkohës, më them sociologjia, se nga këtu nis shëndeti. Se në radh parë fëmia kur lind direkt një familje, një qytet caktuar, një ambient caktuar. Po ndoshta politika s'ka çfarë të bëjë ajrit.
Çfarë mund të bëj politika? Hamasi për shembull, na thot Sash në këtë moment. E kanë matur, e kanë parë si pëlqen se si është. Që prej vitit ndaloj hendjen e kimikateve nga ato të avioneve. Që prej vitit 2015 na thot neve Agjencia Ndërkombëtare e Mjedisit të Europës, na thot që prej vitit 2015 Tirana nuk bën më matje. Dhe nuk raporton më matë. Po si ka mundësi pra, ja që su bëkan. Dakord. Si ka mundësi që kemi në nivel kaq të lartë ndotje, ku nuk kemi as industri prodhuese, përpunuese, nuk ke tymra nga fabrika, se s'ke fabrika. Po. Numri makinave në një popullsi që po shkon gati 1.5 milion banor, është i papërfillshëm përballë vendeve europiane që kanë popullsi shumë të madhe. Për Tiranën nuk është industria, patjetër, ka një farë industrie po të vogël, është ndërtimi. Kantiere. Ndot më shumë. Dhe trafiku. Se mos harrojmë dhe një diçka, nuk është vetëm çështje trafiku si numra sa makina etj, por është cilësia e karburantit. Kush e mat të cilësinë e karburantit? Askush. Prandaj ka disa elemente, mos harrojmë që ndotja, ajri është më i matshëm. Uji është më pak i matshëm, por uji është i ndotur. Mendoni ju që ja këtu ne. Prandaj nuk e pim ne. Prandaj e blejmë ujin. Nuk e pim, po ti vadit toka. Dakor? Çfarë gjen tokën nga uji? Jo, asgjë. Po domatin që do hashti nga ajo toka. Po të vezën asaj pulës që ti e qum bio. U mërzita shumë. Po qumshtin asaj lopës. A mund të ekzistojë një botë pasmundje? Botë pasmundje nuk do ketë, por ne duhet bëjmë maksimumin ton për të optimizuar dhe për të për të minimizuar. Pasmundje nuk do të ekzistojë ndonjëherë. Po një pandemi tjetër do ketë. Pyetja është kur? Kalkulimi është sot për sot është 2% vjetor risku për një pandemi të ngjashme me Covidin, ngjashme me Covidin, se për më të ulta është më i lartë risku. Po ngjashme me Covidin është afro 2% vjetore risku në shkallë globale. Dhe një herë në 50 vite do ndodhi patjetër. Po, ky do ishte kalkulimi linear, po në fakt për fat keq nuk është as lineare, si kurb është eksponenciale, që do të thotë mesatarisht kjo shkon diku, ajo po të bëjë 2/2/2/2, do shkon ke 37 vite, se është linjë eksponenciale, nuk është lineare. Po rritet popullata, po rritet udhëtimet, po rritet. Ka shumë elemente, po patjetër, ka ndërhyrjet tona, kemi ndërhyrë në industri, kemi ndërhyrë në ambient, bëjmë pak, investojmë pak për t'i dalë para të qia. Pse ju a thamë investojmë pak? Neve pse na ndodhi Covidi, sot e kësaj dite që flasim neve në 2021, ka kaluar 6 vjet nga pandemia që nisi. Ne akoma s'kemi për shembull testet shpejta në farmaci. S'ke, nuk janë. Ne s'kemi ilaçe. Një teknik shumë e thjeshtë e shtetit publik është analiza e ujrave të zeza. Për të pa komunitet që as mundjesh po ka. Shumë të pista ato për të bërë analiza. Po, pikërisht pra. Idealisht duhet kishte gjë, idealisht. Por ja që ka. Dhe ne masim me shumë kollaj gjithë qytetin se ku është me 2-3 analiza të thjeshta. Po kjo neve na parandalon, na parashikon rreth 2 javë përpara dhe ne mund bëjmë gati spitalet në ato 2 javë. Meqense edhe pra, mos na gjet pa përgatitur. Fluksi i fluturimeve shtuar edhe për shkak të linjave low cost, më shumë turistë po vinë, mos bënte mirë Enveri që izoloi Shqipërinë për të na ruajtur nga sëmundjet? Gjithmonë është një costo benefit. Shive, me të vërtetë aso kohë nuk ishte HIV. Dakor? S'kishte. Po pritshmëria e jetës ishte rreth 23-24 vjet më e ulët se sa sot. Sepse cilë dhe ca hallë të tjera, se dhe të rish pa hëngër ta shkurton jetën. Edhe t'jesh në stres të ndodhe, edhe të rish pa drita, të rish pa ngrohje apo pa ftohje. Edhe mos kesh mjete fizike. Tash do kujtojmë gjithë elementet që kanë vujt prindët tan, se gjitha fizike i kishin ata. Makina s'kishin lavatriçe, s'kishin fugë. Po çidon. Çidon patjetër. Jetë thjesht gjithë barabar. Konsumohesh ama duke i bërë ato punë. Pra në mjekësi ekziston koncepti wear and tear, që do të thotë si puna xhinsave, sa më shpesh ti veshësh, sa më gjatë ti vesh, aq më shpejt do prishen këto, aq më shpejt do grisen, apo jo, sa më shumë ti përdorësh. Dhe ne kur e përdorim trupin më shumë për gjëra, gjitha me krah. Me pesha, merre këtë, çoj atje. Patjetër ishim gjithë fit. Nga pikpamja fizike nga jashtë. Por ama të tonifikuar. Pritshmëria e jetës në lindje ishte shumë më ulët se sa ç'është sot. Dhe ne në fakt e kemi në rritje. Në mënyrë të vazhdueshme, pse ka dhe pra do bësh gjithmonë costo benefit. Dhe nuk mund t'i bëjmë llogarit vetëm me një element caktuar, absolutisht, më mirë tani. Okej. Dhe e dyta, mos harroni asnjëherë fenomenin macës zezë. Kjo në mjekësi është shpesh, si puna macës zezë. Aksidenti ndodhi se kaloi macja zezë. Pra kjo gjëja ndodhi sepse u bë kjo. Gjërat e vështira kanë përgjigje të vështira, nuk i kanë përgjigje kaq të lehta. Aksidenti nuk ndodhi se që kaloi macja zezë, aksidenti ndodhi se sa kisha mendje, se isha në celular, se isha shpejt, se rruga ishte me lagështi,
do një herë dhe ndodh aksidenti. Po edhe macja mund ta ketë fajin ndonjëherë. Po, Një analogji. Një Shumë e vështirë. Përveç se po u trombe që nuk do të shtypësh macën, dhe këtë unë nuk do këshilloja E kurrë fundit për ta mbyllur. që të vriteshin kafshë. Me që e pas kemi se unë kam tendencë këtë me gjetë përgjigjen më të thjeshtë që mund gjej, sepse kam përshtypjen se kur i komplikojmë gjërat janë tu mundu me fsheh diçka, njësoj si besimet fetare. Ke drejtën tënde. Nëse shkon të e kam gjetë online të faqja të dokumenti i Pfizer që e ka lëshuar vet Pfizer për efektet potenciale anësore të vaksinës Covidit Pfizerit. Ka 1233 efekte anësore potenciale. Ndoshta edhe më shumë, po aq kanë shkruar ata. Po, në faqen 33 lexon probleme pulmonare nga hantavirusi. Të vakcina e Covidit. Një nga efektet anësore të vaksinës është hantavirusi. Tash unë kjo është arsye pse ja vëm fajin macës zezë. Se unë them na dhan vaksinën, na dhan virusin e dytë përmes vaksinës. Na e futën. Unë i vi shkurt. Hantavirusi sa rrova ta përmend. Hantavirusi është virusi që ne njohim prej shumë kohësh. Po, ka të paktën 70 vjet që e njohim hantavirusin në luftën e Koreas, që ishte në provincën e Hantanit, pra ne ka marrë vesh emrin Hantanaj. Dhe quhet hantavirus. Nuk është nga që han, nga që bren. Jo, është. Çfarë më thonë Jo, Kate? është Hantan. është në gjuhë të huaj, Hantan është në rajon atëherë. Në luftën e Koreas, ushtria amerikane ishte pranishme aty, mijëra ushtarë u smun, nga një smundje që snife. Dhe pastaj rrugës u zbulu që kjo ishte një virus i cili transmetohej në rrugë. Po. Të ndërmjet me ngamin. Është folur kudo për këtë virus, prandaj nuk e përmendem. Ka 70 vjet ta kam fjalën që e njohim, ne dim, e kemi studiuar dhe çdo vit ka nga 10.000 deri në 100.000 raste në botë. Tash pse këto 20 rastet këtu morën një interes veçantë, ju jeni ekspert media se dini ju më mirë këtë. Unë dit ju them që ato janë vatra të vogla, vetë izolueshme, në këtë rast me një virus të andeve, që është ke familja e Hantanit, e cila ndodhet vetëm në Amerikë Jugore dhe Amerikë Veriore. Ky lloj virusi në Europë dhe në Azi dhe brejtësit që mbajnë këtë virus nuk ekziston. Tu nuk ka nga këta, prandaj nëse kemi këtë smundje, ne kemi hallet tona, kemi virusin e Beogradit, Ballkan. Është një tjetër virus i familjes së Hantanit, Hantan virus. Që kemi ne. E ka Ballkanit. Quhet virusi i Beogradit, disa quajnë virusi Dobravës, Dobrava virus ose Beograd virus. Çfarë simptomash ka? Kjo është më shumë hedhje hemoragjike me probleme insuficiencë renale. Dhe ky është hall, po fatmirësisht rastet janë të pakta. Ke dhimbje mesi apo? Po mendon nga që vure dorën. Po mendon se e kanë vendosur. Vura ke veshkat. Sindrom renale. Janë viruse që ne i njohim, i dim, se kemi studiuar, dim gjithçka, nuk ka si gjë të re mbi këto hantaviruset e mëra. A ekziston mundësia që në botë neve të kemi një virus të ri diku në të ardhmen? Absolutisht po. Jeta evoluon. Gjithmonë nga kafshët. Po cila mendon se është arsye që ka vendosur rruga më e mundshme janë kafshët dhe ndër këto janë brejtësit dhe edhe lakurisht e natës që janë brejtës për vetes nga ajo familje vinë. Për çfarë arsye? Se janë gjitar, se është më e kollajshme duke qenë dhe ne gjitar, është më kollaj ta marrë nga gjitarë se nga peshku. Janë në numra të mëdhej, janë në afërsi me njerëzit, si të shohim nuk janë tigra. Dhe shpërndahet më lehtësisht. Fluturojnë ta marrin distanca të mëdha dhe ka dhe smundje nga plumbat, po. Kemi rrosë gjithë jetën kanë rritë plumbat. Po pse gripin e pulave kemi harruar? Kishim harruar. Po ka dhe një smundje tjetër, psitakoza, nga papagallët. Nga papagallët? Po, psitakoza. Ai që u shpërndon në të njëjtin vit në valët 4G. Ashtu, unë ju thash, nuk ka formë jete që nuk ka bakterët dhe viruset apo parazit. Të gjitha format e jetës dhe jemi komunikim në njëri me tjetrin, nuk kemi të ndarë, sistemet nuk janë të ndarë, njerëzit janë të ndarë nga kafshët, nga shpendët, nga pemët, nga ajri, nga toka, nga uji. Ne jemi komunikim vazhdueshëm njëri me tjetrin. Domethënë, gjatë pandemisë kemi futur kot fare. Është një lloj vorbe që trazohet gjithkohës. Se ndërkohë që viruset futen nga rrugët respiratore, ne disinfektonim duart. Po, ajo ishte komplet, ne gjetëm shumë shpejt dhe diskutuam shumë shpejt që ishte komplet e panevojshme dorezat. Kjo u bë që nga Universiteti i Bonit menjëherë tha, po, është e vërtetë që gjet virusi aty, për shembull në tavolinë, por ky virus nuk shkakton një smundje, sepse tashmë është i çfunksionuar, pra i ka dalë nga funksioni vet, është dëmtuar. Është pozitiv, mostra të del pozitiv, po s'ka shkakton duke prekur. Ne këtë hall kemi. Ne kemi hall smunsh apo nuk smunsh, nuk është puna pse mendoni juve që kjo tavolina këtu është sterile. Lëkura ime është sterile. Lajm për ditë. Gryka ime është sterile. Po jo laj sa dushti. Sterile nuk është, ta garantojun. Provoti me këtë larjen tënde të operosh një sallë kirurgjikale, thuaj fus një kështu unë dhe jemi në rregull me sapun. Prandaj me sapun. Sa halle na i leni neve të merrni, kemi ne fat në keq. Pse mendon cila mund të jetë një arsye tjetër, më thon arsye ligjore për shkakun, se si ka vendosur probleme pulmonare nga infektime nga hantavirusi, ka vendosur të efektet anësore të vaksinës së Covidit.
Është vendos, është në faqen 33, mund t'ju tregoj. Ju mendoni me të vërtetë që unë do shkoj të lexoj një gjë tmerrsisht të rrallë që mund ndodhi, unë nuk e di ku e gjeni kohën për të marrë me këtë. Ne kemi shumë të tepër të smur me smundje kardiake, me smundje cerebrovaskulare, me smundje tumorale në Shqipëri, kemi smundje me halle të mëdha, këto janë shkaqet kryesore të vdekjes. Shkaqe vdekjen neve nga hantaviruset në Shqipëri, ne mund të kemi pas raste që numërojnë gishtat e një dore gjithsej në histori. Tashti neve do merremi një herë në radhë parë, mos harrojmë që në Shqipëri ka rreth 60 vdekje në ditë dhe duhet të shërbejmë një herë këtyre njerëzve këtu. Pastaj patjetër merremi edhe me ato vogëlësira, po është gjë e vogël. Nuk them që nuk ekziston, ëh. Po them që është gjë e vogël. Po edhe unë me i dal përpara muhabetit po mundohem. Domethënë ja dolem të diçka që unë pas kam gjetë, ti se ke gjetë. Ti je një djalë i ri, me dal përpara mundohem. Edhe vetëm thotë që ke marrë vaksinën e Covidit. Unë po them që kjo është te Pfizer. Je djalë inteligjent. Unë do të këshilloja futu në shkollën e mjekësisë dhe jepi drejtim. Ne kemi nevojë për djem të ri. Do ta mendoje këtë? Jo. Je kundra shkollës në përgjithësi. Po sta ndihmon. Nuk jam kundër shkollës, jam kundër metodave moderne. Për këtë nuk më dhe një përgjigje. Pse mendon se e ka vendosur për arsye ligjore? Nuk mendoj. Po jo mund ta tregoj, është gjë vërtet nuk po gënjej. Është dokument me 1233. Shpjegoj një diçka. Un kam një natyrë që nuk dal nga gjërat që un jam ekspert. Un nuk jam ekspert ligjor. Nuk jam as ekspert i, le të themi, i farmaceutikës dhe i bërjes së këtyre dokumenteve përkatëse. As i licencimit të dokumentave. Janë gjitha ilaçe apo vaksina që marrin licencime nga shtetet përkatëse. Për shembull, Pfizer e ka marrë licencimin në Amerikë, po AstraZeneca nuk e mori. Dakor? Ose kemi në Shqipëri pastaj që pranon nga vit nuk ka ndonjë problem. Ne i pranojmë të gjitha këtu ne. Se kemi nevojë. Ne kemi pas një rregull përpara që kemi heq, që një ilaç apo vaksinë duhet të ishte i miratuar nga EMA, që është enti evropian i ilaçeve, apo nga FDA-ja dhe duhet përdoret nga dy shtete evropiane, sepse ne dimë që si jemi tafti kontrollojmë, ne jemi të thjeshtë nga ky drejtim. Themi nëse përdor Franca dhe Gjermania, duhet të jetë mirë. Jemi praktik po. Tani i kemi hequr këto ne prej 2014-s, nuk i kemi më fare këto. Ne kështu që ne këtu jemi, i qytëm vaksinë kineze, po në fakt vjen nga Turqia, mbani mend apo jo? E qytëm vaksinë kineze ne. Po mirë. I kemi patur marrëdhënie të mira me Kinën. Dhe do keni vënë re një diçka që Kina dhe Turqia, ne që e njohim si funksionon tregu farmakologjik, Kina dhe Turqia patën një problem në këtë drejtim, sepse nuk e ka drejtën Turqia të furnizojë një vend të tretë. Pra po doj Kina lidh direkt marrëveshje dhe sjell ajo. Uzun për ne? Jo, të uzun për. Kina dhe Turqia? Është produkti im, pra është produkt intelektual i imi dhe ka mund të drejtat mbi këtë produkt. Dhe unë kur ja jap juve, ju ja jap me një kontratë caktuar për popullin tuaj, për popullin turk. Nuk ja për popullin turk që populli turk t'i japi ku doj. I japun po desha. Shteti shqiptar e shiti si arritje që i siguroi në kohë të gjitha të shteti shqiptar i shet gjitha si arritje. Edhe daljen e tankeve kundër virusit mund ta shesë si arritje, po nuk është. Ne na pas kanë dhënë virus, kështu vaksinë anti-zbox. Apo ulja ime në makinë diagonal me nusën, pra nusa duhet të ulte ke rreshti dytë nga krau. Deri në ora 5 virusi nuk transmetoi, po në 2 natës transmetoi. Patët në një komplikacion ose efekt ansor pas vaksinës Pfizerit? Jo. Jo se janë të pamundura dhe nuk kanë ndodhur. Kanë ndodhur efekte ansore, kanë ndodhur efekte ansore të rënda. Kemi të qartë, pra nuk po themi neve që është një produkt që nuk ka probleme. Por problemet që mund të shkaktojë, risku, probabiliteti për karshi benefitit, gjithmonë kjo peshohet. Benefiti duhet të jetë shumë herë më i madh se sa risku. Qartë. Dakor? Dhe varet si reagon në tukat ndryshme. Do shkojmë me pushime neve këtë verë? Do marrim avionin? Risku është shumë i vogël të ndodhi gjë me avion, ama qefin do e bëjmë të madh apo jo? Pra, po nëse ne themi është 50-50, risku është 50-50 typi në avion, mendo se hyp njëri në avion. Ku është vendi më i mirë për të bërë pushime që mos të prekim viruse? Meqense dole këtu, nuk ka? Nuk ka një vend pa baktere, pa viruse, pa parazit, pa insekte, pa ku diun çfarë do lloj gjëje të mendoni ju. Jeta kjo është. Mendova që do na tregojë ndonjë sekret. Ndryshe merrni një këmban qelçi, sterilizoni ajrin aty brenda, rrini aty brenda dhe izoloni. Unë nuk mendoj që është kjo jeta e njeriu. Njeriu është social. Më në të ardhmen mund të ndodhi kështu. Shpresoj që jo. Nuk do ishte një botë ku do doja të jetoja. Njeriu mund të jetojë brenda këmbanave të qelçit. Shpresoj që jo.
s'duhet bëjmë asgjë në këtë drejtim, as ta mendojmë, as ta flasim, sepse ja shtin mend dikujt atje që nuk e dim neve. 8 miliardë gjys njerëz në botë, dikujt tash i ndrit një mendim. Ndjekin programet tona dhe marrin ide. Edhe tallen me njerëzit. Nuk e dim. Bëjnë eksperimente. Është një botë që unë nuk do e dëshiroja, nuk do e uroja dhe s'do doja kur të jetoja. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Uroj të shihemi së shpejti sepse temat lidhur me shëndetin nuk mbarojnë kurrë, po edhe frika e njerëzit duket sikur po shtohet gjithmonë më shumë. Patjetër. Media do bëjë rolin e saj gjithsesi. Kjo frika, pastaj ka ekspertë tjerë që marrin me fund. Faleminderit që na ndoqët. Kjo ishte Mendoje një herë edhe për mbrëmjen e sotme dhe kujdes nga macja e zezë. Mund të ketë virus. Jo, macja e zezë është shumë e mirë, shumë e bukur. Ja dhuroj. Po, tani. Natën e mirë.